të manitur nga fakti që kemi shumë gjelbrim në Shqipëri. Është diçka që nuk e presin dhe gjithsesi nuk është se e njohin shumë Shqipërinë kur vinë, po manite nga fakti se sa i gjelbër dhe sa egër është akoma Shqipëria. Nga zona e Kolonjës është vend malor dhe me shumë pyje alore. Po ja, kur të provojnë dhe ushqimin tani thënë që do kenë diçka më tepër për të thënë. Në çdo qytet ka kulinari të ndryshme dhe ju bën përshtypje akoma sa organike dhe të shijshme janë ushqimet. Plazhet, deti që është shumë i bukur, fakti që deti dhe mali janë shumë afër me njëri tjetrin. Kultura këtë vit ka pasur shumë. Ka qenë në rritje në krahasim me vjet. Me që duken bathët, do kemi edhe më shumë me që thonë operatorët turistik vitin që vjen, por të shojmë.